Dy prej miqve të Edi Ramës në Europë po përballen me një situatë që kryeministri shqiptar deri tani nuk e ka provuar. Drejtësia po hyn thellë në rrethin e tyre më të afërt. Pedro Sanchez në Spanjë dhe Volodymyr Zelenski në Ukrainë nuk janë të akuzuar në dosjet që po tronditin politikisht qeverisjet e tyre, por hetimet kanë mbërritur te familjar, miq, bashkëpunëtor dhe njerëz që kanë qenë ndër më të fuqishmit pranë tyre. Në Spanjë drejtësia ka hyrë deri në familjen e kryeministrit. Bashkëshortja e Sanchez, Begona Gomez, përballet me një proces për trafik influence dhe shpërdorim fondesh, ndonse Guardia Civil nuk konstatoi lëvizje të dyshimta në llogaritë e saj. Edhe vllai kryeministri David Sanchez ka përfunduar para drejtësisë për çështjen e vendit të tij të punës në administratën e Badajosit. Problemet e Sanchez nuk mbarojnë te familja. Santos Cerdan, ish sekretari i organizimit të PSOE-s dhe një nga njerëzit më të fuqishëm të partisë, është përfshirë në hetimet për kontrata publike dhe komisione të dyshuara. Hetuesit kanë hyrë edhe në financat e familjarëve të tij. Në Ukrainë situata është po aq e rëndë për Zelenskin. Hetimet antikorrupsion kanë depërtuar te njerëz që për vite kanë qenë pjesë e rrethit të tij të pushtetit. Timur Mindic, mik i vjetër dhe ish partner biznesi i Zelenskit, është një nga emrat qendror të hetimeve për korrupsionin në sektorin energjetik. Hetimet kanë prekur gjithashtu ish zyrtar të lartë dhe njerëz të lidhur me administratën presidenciale. Vetëm këtë muaj një tjetër operacion antikorrupsion mbërriti pranë presidencës. Ndërsa Zelenski shkarkoi zyrtaren e lartë Irina Mudra pas kontrolleve të kryera në kuadër të një hetimi për pastrim parash. Mudra nuk ishte shpallur e dyshuar në momentin e raportimit. Sanchez dhe Zelenski kanë kultivuar të dy marrëdhënie të afërta me Edi Ramën, por pikërisht ajo që po ndodh rreth tyre bën interesant krahasimin me Shqipërinë. Në Tiranë pak prej kohësh nuk po jep një goditje të bujshme në nivelet më të larta të pushtetit. Pas viteve kur arrestimet dhe hetimet ndaj ministrave, ish-ministrave, kryebashkiakëve krijuan perceptimin se barriera e pandëshkueshmërisë po çahej, muajt e fundit nuk kanë prodhuar një zhvillim të krahasueshëm. Edhe kur bëhet fjalë për rrethin më të afërt të Edi Ramës, bilanci bëhet edhe më interesant. Vllai i kryeministrit Olsi Rama u përfshi prej vitesh në debatin për dosjen Xibraka. Pak e rihapi pistën pas informacioneve të depozituara nga Gazmend Bardhi, por në fund deklaroi se nuk kishte gjetur prova apo fakte që lidhnin Olsi Ramën me aktivitetin kriminal. Për vllain e kryeministrit kjo histori u mbyll pa përgjegjësi penale. Vetë Edi Rama ka prej vitesh mbi tavolinë një tjetër çështje të ndjeshme, dosjen shqiptare të Charles McGonigal. Takimet e kryeministrit me ish zyrtarin e lartë të FBI-s janë të dokumentuara në dosjen amerikane dhe emra shqiptarë u përfshin në historinë që përfundoi me dënimin e McGonigal në SBA. Megjithatë në Shqipëri çështja nuk ka prodhuar deri tani një akuzë ndaj Ramës. Edhe raste të tjera që kanë prekur njerëz politikisht apo personalisht pranë kryeministrit kanë prodhuar shumë debat, por jo një goditje që të mbërritë vetë kreu i qeverisë. Pikërisht këtu vjen testi i vjeshtës për Spakun. Nuk bëhet fjalë që Spak të arrestojë një kryeministër apo një familjar të tij për të treguar forcë. Drejtësia nuk funksionon me kuota dhe as me nevojën politike për të prodhuar emra të mëdhenj, por shembulli spanjoll dhe ai ukrainas tregojnë diçka tjetër. Afërsia me njeriu më të fuqishëm të vendit nuk mund të jetë pengesë për hetimin. Në Madrid, drejtësia ka shkuar te gruaja dhe vllai i kryeministrit, si edhe te njerëzit më të fuqishëm të partisë së tij. Në Kiev hetuesit antikorrupsion kanë hyrë te miqt, ish partnerët e biznesit dhe zyrtarët pranë presidentit. Këto hetime nuk provojnë fajësi te Sanchez apo Zelenski, por kanë tronditur rrethet e tyre dhe po u kushtojnë politikisht. Në Shqipëri ndërkohë pyetja vazhdon të qëndrojë pezull. Deri ku është i gatshëm të shkojë Spak kur një dosje afrohet te rrethi Edi Ramës? Pas një periudhe pa goditje të bujshme në majën e pushtetit, vjeshta do të jetë testi për të parë nëse Spak do të rikthejë ritmin që krijoi pritshmëritë e mëdha apo nëse kufiri i drejtësisë vazhdon të mbetet pak metra larg derës së kryeministrisë.